Në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u zhvillua ceremonia zyrtare e kalimit të detyrës nga Altin Dumani tek drejtuesi i ri Klodian Braho. Gjatë fjalës së tij, Dumani uroi suksese Brahos, duke shprehur besimin se ai do të vijojë punën në forcimin e strukturës së posaçme antikorrupsion. Mbyllet një kapitull që ka qenë një ndër më sfiduesit e karrierës time 26 vjeçare si prokuror. Drejtimi i prokurorisë së posaçme ka qenë një privilegj i madh, por edhe një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Në rrugën tonë jemi ndeshur me vendime të vështira, sfida institucionale dhe presione të mëdha. Në çdo hap kemi punuar me integritet, profesionalizëm dhe vendosmëri. Sot mund të them me bindje se SPAK është më i fortë, më i konsoliduar dhe më i besueshëm se më parë. Këto arritje janë rezultati i punës së palodhur të gjithëve, prokurorëve, oficerëve të byros kombëtare të hetimit, hetuesve financiar, ekspertëve, stafit administrativ, kabinetit dhe të çdo punonjësi që ka kontribuar me ndeshmëri dhe kuraj. I uroj shumë suksese zotit Braho në detyrën e re dhe kam bindjen se ai do të mbështetet në mbi trashëgiminë 6 vjeçare duke e çuar përpara misionin e SPAK-ut me integritet dhe vendosmëri. Prokurori Klodian Braho është i treti prokuror i cili do drejtojë SPAK që nga themelimi pas Arben Krajës dhe Altin Dumanit. Në fjalën e tij, Braho tha se misioni i SPAK shkon përtej mandateve individuale, ndërsa theksoi se fokusi i tij është në bashkëpunimin e brendshëm dhe në zbatimin e kushtetutës. Në kësaj detyre, fokusi im, siç edhe kam përmendur para Këshillar të Prokurisë, do të mbetet forcimi i funksionimit të brendshëm, respektimi rigoroz i standardeve ligjore dhe garantimi i pavarësisë së prokurorëve të posaçëm në ushtrimin e detyrës. Byroja kombëtare e hetimit dhe sektori i hetimit financiar janë shtylla të rëndësishme të SPAK-ut. Bashkëpunimi i ngushtë dhe i bazuar në besimin reciprok mes prokurorëve dhe hetuesve do të vijojë të forcohet, duke shënuar hetime më cilësore dhe rezultate konkrete. Institucioni do të vazhdojë të komunikojë në mënyrë të qartë me media dhe publikun, duke respektuar kornizën ligjore. Klodian Braho u votua nga 7 anëtar të KLP-s, duke siguruar shumicën e nevojshme për të marrë drejtimin e institucionit. Mandati i drejtuesit të SPAK-ut është 3 vjeçar dhe nuk parashikon të drejtë rizgjedhjeje. Altin Dumani, i cili mori drejtimin e institucionit pas Arben Krajës, drejtuesi të parë të SPAK-ut, përfundon kështu detyrën e tij drejtuese dhe do të vijojë punën si prokuror i SPAK-ut deri në vitin 2028, kur i përfundon mandati 9 vjeçar.